Specialistët e ekstensionit bujqësor në Shkodër kanë evidentuar dëmet e shkaktuara nga përmbytjet gjatë muajit janar, ku më së shumti janë prekur gruri, foragjeret, pemët frutore e tjerë. Përgjegjësi i këtij sektori, Rifat Kodra, duke folur për këtë proces, bëri të ditura njësitë administrative ku pati më shumë dëme. Kryesisht dëmet më të mëdha kanë qenë në zonën e njësinë administrative Velipoj, zonën e Daçit, zonën e Bushatit, edhe në zonën e Ansmalit, kryesisht në fshatin e Boç. Nga verifikime që i kena bë, kryesisht deri tash janë evidentuar rreth 300 familje që kanë pas dëmtime në këto kultura bujqësore, një sipërfaqe të përgjithshme rreth 100 hektar, kryesisht në grur dhe në bimë të faragjere. Kodra thot se ky dimër do të kujtohet në rajonin e Shkodrës për sasinë e madhe të reshjeve, pasi 30% e reshjeve të gjithë vitit ranë brenda harkut kohor prej disa ditësh. Muaji janar shkurt të vitit 2026 e konsiderohen si muaj me lagështi të larta në qarkun e Shkodër. Deri tani, sipas dhënave e matjeve që kena bë, ka 1500 mm shi, ose e them ndryshe, rreth 30% e reshjeve vetore që bien në qarkun e Shkodër. Kryesisht nga matjet që janë bërë në qarkun e Shkodër bien 1800 deri në 2000 mm shi gjatë vitit. Pra gjatë kësaj periudhe para rreth 30% e sasisë vetore që bien gjatë viteve. Sipas të dhënave të sinoptikanëve, reshjet do të vazhdojnë, ndaj Kodra këshillon fermerët që t'i kushtojnë shumë vëmendje kullimit gjatë kësaj periudhe. Pritet si reshjet jenë pranishme edhe në ditën vjem. Edhe në këshillat kryesore që mund të jepet fermerëve në këtë situatë, është mirëmbajtja ose marrja nga gatishmëria e sistemit kullues. Kjo është problemi kryesor, sidomos te parcelat e mjella me grun, pastrimi vija kulluese. Kryesisht, këto janë në masat kryesore që duhet të merren fermerët, edhe në momentin që reshjet pushojnë, është në hyrje me vlerësime plotësuese, kryesisht me nitrat e azot për këtë kulturë. Sepse sasia reshjeve për një kohë gjatë, thamë më përpara që e shpërlan tokën për elementëve ushqyes dhe është e rëndësishme zëvendësimi i këtyre elementëve me vlerësime plotësuese. Lagështia e tepërt në tokë i dëmton bimët, pasi asfikson sistemin rrënjor, dëmton strukturën e tokës dhe e varfëron atë nga elementët ushqyes.